për ekipin përfaqësues është çdo gjë, domethënë, që një lojtar mund të ketë. Parat pastaj janë gjërat e tij, ekonomia e tij, familja e tij, patjetër që ato do të shikojnë me klubin e tij. Kështu që nuk është se bën ndonjë diferencë, luan me Greqinë apo luan me Shqipërinë financiarisht. Por ama po themi për mbushjen shpirtërore, domethënë tënde mund të fitosh shumë kur ti luan për kombin tënd. Shkoj. Unë mendoj që ka disa njerëz cilët se ne kemi pak atë tisin nacionalist, na zgjodhin neve. Logjikisht, po të ishin ne të dy në vend të Stavrosit, që marrin pak vesh nga futbolli, midis Shqipërisë dhe Greqisë, burokracia brenda një skuadre është shumë herë më e vështirë te Greqia se sa te Shqipëria. Të për aq kohë sa i ketë dy zgjedhjet, pse mos bësh bastin më të sigurt, zgjedhësh bastin më të sigurt, dhe Shqipëria për zotrin është bast më i sigurt se sa Greqia. Për vazhdimsi karriere në kombëtare. Dhe kur shikon që edhe nivelet janë aty, pashka se Greqia ka një europian të çuditshëm 2004, po e ka, Nikopolidisin e me thetash, që e rrafën neve. Mbasi ndeshën e parë zyrtare që është përmisore, ne kemi rrahur neve, që ka qenë ndeshja më e bukur e jetës, kënaqësinë që na ka dhënë të Shqipërinë ajo ka qenë. Por neve kemi çeka atë perceptimin nacionalist të gjës. Futbolli ka ikur nga koncepti nacionalist. Është bërë për fat keq po. Po sepse, shikoj, unë për shembull shikoj një ngërç këtu. Para se ty në emision pyeta si është kampionati shqiptar, dhe kampionati kombëtar gashte është shumë formë, kampionati shqiptar ka tendencët e veta të rritjes, por prapë është shumë larg standardit. Për të ardhmen e futbollit kombëtar, a nuk është i pengesë kyçe mungesa e stabilitetit në futbollin apo në akademitë e ligës superiore? Pra, ne duhet furnizohemi që ti të kesh i kombëtare të fortë, ti duhet të furnizohesh nga akademitë këtu më. Pra, jo të kërkosh në përbot. Jo të kërkosh në përbot. Ata të janë të mirë se ardhur. Po duhet i kemi këtu djem tana. Atëherë, po vazhdoj aty. Neve për fat mirë edhe në 2000, do të për fat mirë. Ky është fakti. Edhe kur shkuam në European 2016 dhe kur shkuam në Gjermani, dy herë që kemi shkuar, ka pasur një kontribut shumë të madh, madje kontributi ka qenë vetëm me lojtarë nga jashtë. Pra në atë kohë kishim shumë lojtarë nga Kosova, shumë, ka qenë majorancë lojtarë nga Kosova, tu ka qenë dhe lojtarë të Shqipërisë, dhe lojtarë po themi shqiptarë të Kosovës, por të gjithë jashtë. Do të thënë lojtarë, kemi pasur vetë portierin e tretë që kishim nga kampionatet shqiptare, apo ndonjë lojtar që nuk u aktivizua dhe nuk luajti asnjë minutë. Dhe, po themi neve, gjitha, po themi fëmijët që ka qenë të diasporës, apo të emigracionit, që po na vinë tani, sepse po vjen gati gjenerata e dytë, që janë rritur andej, dhe ky është një benefit i madh që ne kemi. Problemi është që neve këtu brenda duhet bashkojmë forcat me këtë, po themi, me këtë rrymë që na vjen nga andej, duhet bashkojmë dhe neve, të japim dhe ne një kontribut të brendshëm. Se fundit për çfarë jemi, gjithë, unë kam dhe për vetëm, për gjithë neve që merremi me futbollin. Ky është